Historia e Bleona Matës mbetet një nga misteret më të mëdha të tranzicionit shqiptar, një rast që edhe pas kaq shumë vitesh ende nuk ka marrë një përgjigje të qartë. Zhdukja e saj në një fshat të vogël e ktheu këtë ngjarje lokale në një çështje kombëtare, duke përfshirë jo vetëm familjarët dhe komunitetin, por edhe opinionin publik, median, opinionistët, analistët dhe institucionet. Çdo njeri në Shqipëri e ka dëgjuar këtë histori dhe shumë e përjetojnë ende sot si një dhimbje kolektive që kërkon drejtësi. Pavarësisht kërkimeve, rihapjeve të dosjes dhe analizave të panumërta, pyetja kryesore mbetet e njëjtë: çfarë ndodhi me Bleona Matën? Një nga versionet më të diskutuara ka qenë gjithmonë teoria e aksidentit. Opinionistë të ndryshëm kanë sugjeruar se vajza mund të ketë rënë në ndonjë përrua, grop apo të jetë fshehur në ndonjë vend ku më pas nuk ka arritur të dalë. Kjo hipotezë mori peshë në ditët e para të kërkimeve, pasi terreni përreth ishte i thyer, me pyje dhe përrenjë të thellë. Megjithatë, fakti që kërkimet u kryen në një rreze shumë të gjerë dhe nuk u gjet asgjë, e bëri këtë teori të zbehet. Shumë opinionistë që e përkrahin këtë version nënvizojnë se ndoshta kërkimet e para nuk ishin aq të organizuara sa duhet dhe se provat e mundshme mund të jenë humbur për shkak të vonesave dhe panikut fillestar. Për këtë arsye, akoma sot flitet se ndoshta ajo është viktime një aksidenti të mbetur i pa dokumentuar. Nga ana tjetër, teoria e rrëmbimit është ndoshta ajo që ka ndezur më shumë debate. Gazetar investigativ kanë ngritur dyshime se zhdukja e saj ishte e qëllimshme dhe se pasaj mund të fshihen persona të lidhur me rrjete kriminale. Ka pasur raste kur u përfol se Bleana ishte parë jashtë Shqipërisë, në Kosovë, madje edhe në vende të tjera të Ballkanit, por asnjë nga këto raportime nuk u konfirmua. Opinionistët që mbështesin këtë pistë theksojnë se fakti që trupi i saj nuk u gjet kurrë është tregues i qartë se kemi të bëjmë me një rast rrëmbimi. Sipas tyre, ka shumë dyshime se ajo mund të jetë trafikuar për qëllime të ndryshme, dhe kjo e bën rastin akoma më të rëndë. Por mungesa e provave konkrete e ka lënë këtë teori gjithmonë pezull, duke ndezur debate të pafundme mes atyre që besojnë fort në të dhe atyre që e quajnë thjesht një version pa mbështetje. Një tjetër çështje e rëndësishme, që shpesh është ngritur nga opinionistët, është përgjegjësia e institucioneve shtetërore dhe komunitetit lokal. Ka kritika të shumta që ditët e para nuk u organizoa një kërkim profesional, nuk u përdorën qenë gjurmues, nuk u përfshin menjëherë ekspertët dhe se policia nuk e mori seriozisht zhdukjen. Ky dështim i institucioneve ka bërë që shumë njerëz të mendojnë se nëse hetimet do të ishin nisur me seriozitet që nga momenti i parë, sot ndoshta Bleona do t'ishte gjetur, ose të paktën do të kishte një përgjigje. Në emisione televizive, shpesh analistë kanë thënë se ky rast është shembulli më i qartë se si mungesa e profesionalizmit në ditët e para mund të varos përgjithmonë të vërtetën. Madje disa prej tyre e kanë quajtur rastin një dështim kombëtar, pasi nuk bëhet fjalë për një krim të komplikuar urban, por për një zhdukje në një zonë të vogël rurale. Një tjetër detaj që ka ndezur shpesh debate është roli i thashëthemeve dhe dyshimeve mes komunitetit. Në shumë raste, fqinjët dhe banorët kanë akuzuar njëri tjetrin duke hedhur hipoteza të ndryshme. Disa opinionistë e kanë kritikuar këtë sjellje, duke thënë se përhapja e thashëthemeve e ka mjegulluar edhe më shumë të vërtetën dhe ka çuar hetimet në rrugë pa krye. Të tjerë theksojnë se komuniteti duhet të kishte dhënë më shumë ndihmë, më shumë informacione dhe më pak dyshime të pabazuara. Kjo ndarje ka bërë që, përveç dhimbjes, ky rast të sjellë edhe një pasiguri të madhe sociale. Kush mban fajin kur një fëmijë zhduket dhe askush nuk di gjë. Gjatë viteve, dosja e Bleona Matës është hapur dhe mbyllur disa herë. Ka pasur vendime të autoriteteve për të ndalur hetimet për mungesë provash, por gjithmonë janë bërë thirrje nga opinionistët, gazetarët dhe familjarët që rasti të rihapet.
Çdo gjurmë e re, edhe kur ka qenë e pavërtet, ka ringjallur shpresën e familjes dhe ka rikthyer debatin publik. Disa opinionistë mendojnë se rasti është i pasgjithshëm dhe se nuk do të ketë kurrë një fund të qartë, ndërsa të tjerë besojnë se teknologjia moderne, ADN-ja dhe hetimet ndërkombëtare mund të japin ende një përgjigje. Ky polarizim e mban të ndezur interesin, por e shton edhe më shumë pasigurinë. Një aspekt tjetër që shpesh diskutohet është trajtimi mediatik i rastit. Për vite me radhë, historia e Bleonës është bërë pjesë e emisioneve të ndryshme, shpesh me debate të nxehta mes opinionistëve. Ka pasur raste kur mediat janë akuzuar se kanë shfrytzuar dhimbjen e familjes për audiencë, duke sjellë teori të pabazuara vetëm për të mbajtur publikun të lidhur pas ekranit. Nga ana tjetër, të tjerë theksojnë se vetëm fal presionit mediatik, rasti është mbajtur gjallë dhe nuk është harruar. Pra, edhe këtu, opinionet ndahen, a e ka ndihmuar media rastin, apo e ka bërë edhe më të turbullt? Në përfundim, historia e Bleona Matës është më shumë se një rast i zakonshëm zhdukjeje. Ajo është kthyer në një simbol i dështimeve institucionale, i dobësive të komunitetit dhe i mënyrës se si media dhe opinionistet e mbajnë gjallë një histori pa një fund. Secili ka opinionin e vet, secili sjell një detaj, por asnjëri nuk ka përgjigjen e plotë. Në fund të ditës, mbetet dhimbja e një nëne, lotët e një familjeje dhe heshtja e rëndë e një misteri që ende nuk është zbardhur. Dhe kjo është arsyeja pse rasti i Bleona Matës vazhdon të diskutohet edhe sot, pse opinionistët nuk ndalen së dhëni mendimet e tyre, dhe pse publiku shqiptar ende nuk është dorëzuar me idenë që një vajzë e vogël mund të zhduket pa lënë gjurmë. Deri në momentin kur të dalë e vërteta, ky rast do të mbetet një plagë e hapur për Shqipërinë dhe një kujtesë e dhimbshme se sa e brisht është drejtësia kur mungojnë provat dhe kur pyetjet mbeten pa përgjigje. Një tjetër teori e debatueshme, që shpesh ka ngritur polemika të mëdha në studio televizive, është ajo që lidhet me mundësinë e përfshirjes së babait të Bleonës. Disa opiniste kanë shprehur dyshime se mos ndoshta babai ka pasur një rol të drejtpërdrejtë ose të tërthort në zhdukjen e vajzës së tij. Këto dyshime janë bazuar tek disa sjellje kontradiktore, tek mospërputhja e deklaratave të dhëna në periudha të ndryshme, por edhe tek fakti që shpeshherë familja ka qenë e ndarë në akuza të ndërsjella. Edhe pse kurrë nuk është gjetur një provë konkrete, kjo pistë është ngritur disa herë dhe ka hapur debate të ashpra. Sipas disa analistëve, në raste të tilla tragjike, hetimet duhet të fillojnë gjithmonë nga rrethi më i ngushtë familjar, dhe në këtë rast, dyshimet nuk kanë munguar. Ka pasur raste kur janë përmendur versionet se babai mund ta ketë marrë vajzën, ndoshta për ta çuar diku larg, ndoshta si pasojë e ndonjë konflikti familjar ose ndonjë motivi tjetër që nuk u bë publik. Ky version, edhe pse i rënd, është diskutuar seriozisht, pasi praktika ndërkombëtare ka treguar se në shumë raste të ngjashme zhdukjeje, përgjegjësia është gjetur brenda familjes. Megjithatë, ka edhe opinionistë të tjerë që e kanë kundërshtuar ashpër këtë version, duke e cilësuar si të padrejtë dhe të pabazuar. Ata thonë se dhimbja e një babai nuk mund të ngatrohet me fajsi, dhe se është e padrejtë që në mungesë provash të akuzohet dikush vetëm mbi bazën e dyshimeve apo kontradiktatave të vogla në rrëfime. Sipas tyre, ky verzion jo vetëm që nuk ndihmon, por e largon edhe më shumë hetimin nga e vërteta. Pavarësisht kësaj, debati mbi rolin e mundshëm të babait ka qenë gjithmonë një nga pikat më të nxehta dhe më delikate të këtij misteri.